Teuta Basket ka triumfuar ndaj Fieri Basket me rezultatin 90-88, një ndeshje të balancuar dhe të vendosur në momentet e fundit, që u zhvillua në qytetin e Vlorës, duke realizuar një tjetër fitore në një tjetër ndeshje të rëndësishme të këtij kampionati. Ndeshja ishte vlerësuar nga të dy ekipet dhe u zhvilluar në mënyrë ritmike, por ardhi në sy përpjekjet e të dy ekipeve për të sulmuar në tabelë dhe për të arritur fitoren që kërkonin. Kjo bëri që të kishte shumë rivalitet gjatë lojës në të. Përballja sportive u karakterizua nga mundësia që u ofroi të gjithë djemve të Durrësit për të shënuar. Rivaliteti që e karakterizoi bëri që Teuta të arrinte fitoren në momentin e fundit të shtesës 5 minutëshe me rezultatin e ngushtë 90-88. Durrësi Basket pas kësaj fitorie po përgatitet për ndeshjen e radhës me një paraprgatitje intensive stërvitore në ndeshjen që do të luhet në fund të javës në Pallatin e Sportit Ramazanjala të qytetit bregdetar të Durrësit, kundër ekipit të Beslidhës. Djemtë e Durrësit me këtë rast ftojnë tifozërinë ndërsake që t'i ndjek dhe për t'ju dhënë kuraje për shënuar fitoren e radhës.